Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka marrë pjesë në panelin e diskutimit me temë besimi, lidershipi dhe Amerika 250 në shtëpinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Davos. Kjo ka të rishur vëmendjen edhe në shtetin serb, ku ish bashkëpartiaku i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, Dragan Shormaz. Ky fondi është tallur në kurriz të udhëheqësit serb, duke deklaruar se askush nuk dëshiron ta takojë dhe ta ftojë Vučićin. Gjërsa Aleksandar Vučić po han djath me patate të nxehta dhe po i ndjek njerëzit në korridore, Kurti në Davos tashmë ka marrë pjesë në shtëpinë amerikane në panelin e parë, deklaroi kryetari i Këshillit Euroatlantik të Serbisë Shormaz. Theksojmë se paneli ku mori pjesë Kurti është pjesë e iniciativës së Forumit Ekonomik Botror, komuniteti besimit me veprime, e cila synon të nxjisë reflektim mbi mënyrën se si udhëheqësit nga vende të ndryshme të botës mund të ndërtojnë partneritetin inovativ në fushën e mjedisit, ekonomisë dhe teknologjisë. Gjatë diskutimit, Kurti ka theksuar rolin e besimit si element kyç në ndërtimin e shërbimit dhe unitetit në shoqëri dhe në funksionimin e shtetit. Kurti në shtëpinë e SBA-ve në Davos, besimi është shtyllë e shërbimit dhe unitetit shoqëror. Besimi shërben si shtyllë e shërbimit dhe unitetit në etapa të ndryshme shoqërore dhe shtetërore, ka deklaruar Kurti, duke shtuar se optimizmi për të ardhmen mburon nga angazhimi dhe aktivizimi i vazhdueshëm. Ndryshe, kjo iniciativë sipas organizatorëve synon gjithashtu të shqyrtojë mënyrat se si liderët global mund të përshpejtojnë bashkëpunimin dhe reagimin ndaj sfidave aktuale shoqërore.